Në Baqallëk vjen puna për pastrimin e kanalit kryesor kullues, i cili kishte mbetur i bllokuar prej shumë vitesh duke shkaktuar problemet përsëritura me përmbytjet sa herë kishte rreshje. Ndërhyrja synon rikthimin e tij në funksionalitet të plot si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e sistemit të kullimit. Po bën të mundur pastrimi i këtij kanali kullues, i cili ka shumë vite si nuk është pastruar. Ky është një kanal i rëndësishëm sepse merr gjithë zonën e Baqallëkut, po merr edhe gjithë zonën e Berditësimit, gjitha kodrat e Berditësimit vjen në këtë kanal. Është një fakt që në kushtet që jena na po bën një punë e shkëlqyeshme se duket vetë, edhe do bëjnë shlim të plot të kësaj zonës. Ne gjithnjë kena kërkuar që njerëzit mos t'i hedhin betoninat nëpër kanale, pasi ne po me shirat e vjeshtës, se shirat e vjeshtës janë të rëmbyshme dhe janë të shpejta, po u tregu që janë këto betonina që janë hedhur nëpër kanale që na kanë krijuar disa probleme. Kjo ndërhyrje do të eliminoj si përmbytjet që dalin gjatë stinës së rreshjeve të haku i Berdicës dhe domosdoshmërisht është një pastrim i cili ka vlet dhe është i domosdoshëm me kërkesën e viteve të banorëve. Sipas planifikimit, brenda pak ditësh pritet të përfundojë pastrimi plot dhe realizimi e lidhjes me rrjetin e kullimit në zonën e Berdicës. Kjo do të mundësojë shkarkimin e ujrave në mënyrë të kontrolluar, duke dhënë fund kësaj problematike të mbartur prej vitesh, një kërkesë edhe e banorëve të zonës. Ndërhyrja po kryhet nga strukturat e bordit të kullimit dhe Bashkia e Shkodrës.